Assalamu alaikum të nderuar shikues të podcastit të Miftinisë të Tovës, Mesazhi Islami. Kësaj javë do të kemi një temë mjaft interesante që ka të bëjë me temedhubin dhe ta'assubin në Islam. Çfarë është temedhub, çfarë është ta'assub? Janë dy terma të cilat ndoshta nuk e keni dëgjuar, por sot do t'i ndëgjoni. Dhe këtë temë më mirë do t'ja lëm ta shpjegojë hoxhës tonë të nderuar Amar Efendi Jakupi. Selam aleikum hoxhë nderuar. Aleikum selam. Faleminderit që keni ndaj kohë të jeni pjesë e këtij podcasti. Që më mundësua që të ligjëroj sot në këtë podcast kaq të bereqetshëm inshallah. Inshallah, Allah ju shpërblet. Inshallah. Hoxhë nderuar, do të dalim direkt te pyetja e parë. Për të gjithë ata të cilët nuk e kanë dëgjuar dhe nuk e dinë kuptimin e fjalës temedhub. Çka është temedhubi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Falendrimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, ndërsa përshëndetjet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pas falendrimit të Allahu xhaleshanuhu dhe pas salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju shpreh mirënjohje dhe falendrim për mundësinë që më dhat që të ligjëroj në këtë podcast të bereqetshëm dhe lusë Allahun xhaleshanuhu që të kalojmë qaste të bukura bashkë inshallah. Dhe një ashtu lusë Allahun xhaleshanuhu që të t'jep sukses dhe bereqet inshallah. Amen inshallah ju gjithashtu faleminderit. Para se me ju përgjigj pyetjes, desha them si hyrje, aq e rëndësishme është tema e temedhubit sa që në çdo kohë e ka prek ummetin kjo temë. Se a lejohet ndjekja një medhhebi dhe çka shkakton apo çka e shndron ndjekjen e një medhhebi në ta'assub, fanatizëm. Shumë njerëz nuk din, për fat keq, nuk din ta bëjnë dallimin mes temedhubit dhe ta'assubit. Ata mendojnë se ndjekja e një medhhebi është fanatizëm, që as pak spërkon me të vërtetën. Mosdia dhe ignoranca në këtë fush, në këtë temë, ka shkaktuar, po në këtë lëmi, ka shkaktuar dy tabore të kundërta ekstreme. Ekstremi I parë thirrën në braktisjen e trashëgimisë së dietarëve, siç janë medhhebet. Kjo tabori I parë. Dhe me thonë mos njohja e këtyre dy termeve, temedhubit dhe ta'assubit, ka shkaktuar dy tabore të kundërta ekstreme. Njëra thirrën për braktisjen e trashëgimisë së dietarëve që janë medhhebet, shkollat juridike. Ndërsa tabori tjetër, edhe ajo është ekstrem, ato e ngrihin medhhebin në nivelin e një feje, që është fanatizëm, që është e qortuar dhe e ndaluar. Këto të dyja janë sëmundje. Duhet ilaçi. Ilaçi I ta'assubit edhe la medhhebizmit, mos ndjekjes së medhhebit dhe ngritjen e medhhebit në nivel feje e shëron vetëm temedhubi. Ndjekja me pak fjalë, do të thonë si më pyetet edhe ju se çka do të thotë temedhub. Temedhub me pak fjalë është ndjekja e një medhhebi prej medhhebeve mu'tabara, do të thonë të pranuara, siç janë 4 medhhebet. Medhhebi I parë është medhhebi Hanefi. Medhhebi I dytë është medhhebi Maliki, do të marr sipas renditjes, dhe medhhebi I tretë është medhhebi Shafi dhe medhhebi I katër është medhhebi Hanbali. A kemi medhhebe tjera? Kemi medhhebin al-Zahiri, mirë po kanë do me thonë ndjekës shumë pak. Kemi edhe medhhebe të cilët dituria e tyre nuk I kanë rezistuar kohës. Shembull kemi medhhebin e Uzait, kemi medhhebin e Leith ibn Sa'ad që është në Egjipt. Mirë po dituria e tyre nuk I ka rezistuar kohës dhe nuk kanë ardhur deri tek ne. Kjo është sa I përket
kuptimit apo definicionit të medhhubit. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Hoxha nderuar, me që sot shpesh lindin pyetje. Pastaj xhamati on ka dhe dilema të ndryshme. Për arsye se sot çdo kuj është dhënë mundësia që të flasë në emër të një medhhebi apo në emër të la medhhebit apo në emër të asaj dhe kësaj dhe kanë krijuar një konfuzion të madh te xhamati. Mund të na sqaroni cila është dispozicja e ndjekjes së një medhhebi, cili person duhet bëjë taklid, pastaj të na shpjegoni edhe çka është taklidi për të gjithë ata të cilët nuk e dinë dhe cilët janë ata njerëz të cilët duhet të ndjekin një medhheb të saktuar. Patjetër. Në esencë njeriu i thjesht, qoftë njeri edhe që ka background fetar, qoftë njeri i cili ka arritje shkencore fetare, në esencë duhet ndjek medhheb. Nuk do të thotë se ka arritje shkencore fetare dhe ka arrit gradën e ijtihadit. Grada e ijtihadit është një gradë që mund të grada më, themi me pak fjalë, grada më e lartë shkencore që mund të arrijë një njeri. Shkencat fetare. E nuk do të thotë se ne kemi kryer fakultet, magjistraturë apo doktoraturë edhe ne nuk duhet të ndjekim medhheb. Jo. Pa marrë parasysh në qoftë se je doktor shkencash apo akademik, prap duhet ndjekish medhheb. Edhe ndjekja e medhhebit sipas ulemave, dietarëve, të gjithë dietarët, është wajib, është obligim, ndjekja e një medhhebi. Edhe atë me ajet kuranor. E kemi ajetin në surën An-Nahl, ajeti 43 ku thot, e kemi dëgjuar shpesh ajetin kuranor, ku thot Allahu xhaleshanuhu bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni njerëzit e dijes nëse ju nuk dini. Pa marrë parasysh çfarë dije qoftë ajo, qoftë fetare, qoftë jo fetare. Ne duhet ti drejtohemi atyre. Por mos ndjekje të medhhebit duhet plotësohen kriteret e mujtehidit. Unë do t'i them edhe kriteret e mujtehidit atij i cili nuk i takon ndjekja e medhhebit. Bile e ka të ndaluar ndjekjen e medhhebit. Mujtehidi e ka të ndaluar, e ka haram ndjekjen e medhhebit. Mirë po, para se me arrit të mujtehidat, do të flasim se kush e ka obligim. E cekëm ajetin, që e bon obligim ndjekjen e një medhhebi. Kush janë këto kategori njerëzish që duhet ndjekin medhheb? Për çudi, unë do ta filloj kategorinë e parë njerëzve me hoxhallarët. Dhe mund të habitesh se duhet fillohet me njerëzit e rëndomtë, të cilët nuk kanë background fetar, të cilët nuk kanë parapërgatitje fetare, në shkencat fetare. Do ta filloj me hoxhallarët. Hoxhallarët normal, si puna jonë, siç thash edhe më herët, qoftë edhe në qoftë se kemi fakultet, magjistraturë apo doktoraturë, prap ne duhet ndjekim medhheb. E kemi obligim ndjekjen e medhhebit. Kjo është kategoria e parë që ne duhet ndjekim medhheb. E kemi vajib, e kemi obligim. Ndërsa kategoria e dytë e njerëzve është awami, njerëzit e rëndomt, njerëzit e thjesht që e përbëjnë shumicën dërmuese të ummetit. Pak ka hoxhallar. Këto nuk duhet ndjekin medhheb. Do ta citoj një fjalë të Imam Newawiut në veprën e tij madhore El Majmu'. Ai thot, awami, njeriu i thjesht, nuk ka medhheb. Shiko sa qartë, e thot. Medhhebi i tij është medhhebi i miftiut. E pamundshme njeriu i thjesht t'i zbërthej librat klasik të medhhebit. Çfarë do lloj medhhebi? E pamundshme. Njëherë mas pari nuk e zotron gjuhën arabe. Nuk ka prapavi në shkencat fetare. E është e pamundur ai të ndjek medhheb. Ai do ta ndjek medhhebin e miftiut të vendit ku i takon. Ose më qartë të themi, duhet të ndjek medhhebin e hoxhës së lagjës. Ku i takon? Hoxhës më të afërt që ka. Të lagjës vet, ose të fshatit. Do ta ndjek medhhebin atij. E këtu du pak të ndalem edhe ta bëj një apel, sidomos te krejt njerëzit, mirë po posaçërisht te rinjia, se ato normal janë ma të ekspozuar në rrjetet sociale dhe rrjetet sociale tash kemi lloj-llojshmëri të incizimeve, videove, kemi hoxhallar të shumë që promovohen, dalin në për incizime.
Jo çdo gjë që e ndëgjojnë ta marrin shablon, rinia joan. Dhe e marrë, normal, mirë po do konsultohet me hoxhën e lagjës. Do konsultohet me hoxhën e fshatit, sepse ai është në medhebin e hoxhës vet. Nuk është në medhebin e hoxhës që e ndëgjon, sepse atë nuk e njeh. Nuk e njeh çfarë rrethana, çfarë njeriu normal, çfarë familje rrjedh, sa dituri ka, sa kapacitet ka. A hoxhën e lagjës e njeh, hoxhën e fshatit e njeh. E para çka ti rinist, se i drejtohem rinistëve, jenë medhebin e hoxhës së lagjës, jenë medhebin e hoxhës së fshatit. Për çdo gjë që ndëgjon, duhet ta konsultosh hoxhën e lagjës apo të fshatit. Ndërro. Tash lë një pyetje. Jo çdo i ri, fatkeqësisht, jo çdo i ri ka atë afrimitetin me hoxhën e lagjës ose me hoxhën e fshatit. Sakt. Për shkak sot se janë përhapur shumë rrjetet sociale dhe jo ne të gjithë si xhollarë kemi të njëjtin karakter oratorie apo të njëjtin lloj oratorie. Ti ke një oratori më ndryshe se unë kam një oratori tjetër. Ndonjë hoxhë i cili gjendet në rrjetet sociale ka shumë më shumë oratori se sa unë. Nëse sot njëri thot mirë be hoxh, unë duhet ta ndjeki medhebin e hoxhës tim. Mirë, po unë nuk e kam atë lloj afrimiteti ose hoxha im nuk e ka atë lloj oratorie. Deri ku duhet të kërkoje ky i ri, për shembull, që të jetë i qeverat, mund ta shpjegoni këtë? Në qoftë se hoxha i lagjës nuk e ka atë kapacitet për shumë çështje fetare, normal, do mundohet gjeje hoxhallar që është brenda qytetit që janë nën ombrellën e miftinisë së Tetovës. Ose tash e mora shembull miftinisë së Tetovës, shkaku se ne i takojmë asaj, po çfarë do lloj miftinie, në qoftë se ai hoxh i takon nën ombrellën e miftinisë përkatës, do të konsultohet me atë hoxh. Jo jashta, sepse nuk e njeh. Edhe është e rrezikshme se për fat keq në kohën e fundit jo shfaq shumë, mund të themi shumë sekte fetare që nuk janë të pranuara, mirë po rinia aq ka njohuri dhe mashtrohen, sidomos rinia e cila nuk ka pat njohuri prej bazë fetare prej në familje, edhe ose ka pat kaluar negative, të themi, të ekstreme në mëkat, dhe ai rinist e gjen vetëm në ekstremitet. Kalon nga ekstremi në ekstrem. Qoftë fetar, edhe për atë shkak duhet të ndjek apo të marrë përgjigje fetare prej hoxhallarëve të cilët janë nën ombrellën e basisë islame apo miftinisë përkatës. Hoxhë nderuar, tash ne e shpjegojmë ata të cilët kanë nevojë ta ndjekin medhebin. Mirë, po ne ndëgjojmë shpesh njerëz të cilët thonë nuk ka nevojë të ndjek medheb, ndjek, domethënë pejgamberin alayhis salam, eti Allahu eti Rasul, domethënë këtë pjesën e ulemave, xhmait, kiasit e kështu me radhë e anashkaldojnë. Mirë, po cilët janë ato persona të cilët nuk e kanë obligim dhe ose ju ndalohet ndjekja e medhebit? Që ta kemi të qartë edhe ndëgjuesit ta kenë qartë. Sakt. Është vetëm një kategori e vogël njerëzish që nuk duhet ndjekin medheb, bile e kanë të ndaluar, sepse ato kanë arrit gradën më të lartë të ijtihadit, ato duhet vetë nëpërmjet teksteve, qoftë Kur'ani apo hadithi, të nxjerrin dispozita hukme, sepse kanë arrit gradën më të lartë. Ka llojshmëri të mujtehidave, nuk ka vetëm një kategori të mujtehidave. Kemi mujtehid mutlaq mustaqil, siç janë themelusit e 4 medhebeve, siç e kemi Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun dhe Imam Hanbalin. Këto janë mujtehida mutlaq mustaqil. Ndërsa kemi kategoritë të dytë, janë mujtehidat mutlaq muntasib në gjuhën arabe, siç është kategoria e Imam Jusufit, Imam Muhammed ibn Shejbani, që janë nxënësit e Ebu Hanifës. Ata kanë pat aftësi për krijimin e një medhebi në vete.
mirë po nuk kanë dalë për medhebi. Për atë çka quhen muntasib, kanë dhënë ideja mendime brenda medhebit, skandali jashtë medhebit. Po kemi edhe mujtehida që janë mujtehida fil medheb që janë mujtehida në medheb, me një medheb të caktuar, po. Kemi mujtehida fit tarjih që bëjnë që përzjedhin mendimet, kanë aftësit përzjedhin mendimin e disa dietarëve, siç është mendimi e Ebu Hanifes, apo mendimi i Imam Jusufit, apo Shejbani, cili jo më i sakt, ka arrit në atë kategori që të zgjedhë pra tyre 3 mendimeve apo 4 mendimeve që janë brenda medhebit. Kjo është kategoria që nuk duhet ndjek medheb. Çka janë kriteret e mujtehidit? Sepse dikush, siç thash më herët, se një hoq që ka doktor shkencash duhet ndjek medheb. E në qoftë se ai e gjen veten në këto kritere, në mund ndjek medheb. Ka arrit atë nivelin, është doktor shkencash në shkencat fetare dhe i plotson këto kritere që do t'i përmendim, atëherë ati si takon ndjek medheb. Ai duhet mundohet t'i nxjerrë vetë hukmet, dispozitat. Kush është kriteri i parë? Kriteri i parë është t'i njoh ajetet e ahkamit, ajetet që nxjerrin dispozita. Duhet t'i njoh me memorizim, do të thonë përmendsh ajetet e ahkamit dhe t'i njoh thellë në kuptim për të nxjerrë hukme, dispozita. Një ashtu, njohja e haditheve të ahkamit që ka qindra mia. Kush prej doktor shkencave që i kemi sot mund t'i dije qindra ose mia hadithe dhe të nxjerr hukme prej tyre? Nuk besoj se ka. Inshallah ka. Lutemi që të ketë. E treta, kriteri i tretë është ta njoh shkencën e nasikh wal mansukh, do të thonë shfuqizimin, abrogimi apo shfuqizimi i ajeteve. Cili ajet e shfuqizon ajetin tjetër? Cili hadith e shfuqizon hadithin tjetër? Do ta njoh këtë shkencë thellësisht. E katërta, njohja e ixhmas, sepse mund bie ndesh me ixhma. Sa mesele ka ixhma, ka konsenzus, edhe ti jep fetva që kundërshton ixhma. Gjithë ulemat. E në qofse nuk i njeh meselet që ka dhënë ixhmaja, konsenzusi përgjigje, ti do bish ndesh. Do bish ndesh ndonjëherë me meselet që ka ixhma, që ka konsenzus. Pra shkak duhet njihet ixhmaja. Pastaj njohja apo zotrimi i gjuhës arabe, me gjithë shkencat e saj, siç janë nahwi, sarfi, belagha, shumë shkenca brenda gjuhës, që pak prej hoxhallarëve i njohin. Edhe më e rëndësishmja njohja usulu fikut, pa të nuk mund nxjerren edhe hukmet, është shkenca apo kusht më kryesor për nxjerrjen e dispozitave fetare. Dhe e shtata, ketë aftësi të kiasit, të bëj analogji mes meseleve që kanë argument me meselet e reja që ka dalin sot, dhe t'jep përgjigje, pa tjetër do t'a njoh kiasin. Dhe e fundit, e teta, drejtësia dhe devotshmëria. Devotshmëria, mund të them, duhet të fillohet nga devotshmëria, me drejt, mirë po unë i mora prej librave bazik klasik të dietarëve të vjetër, ato e kanë klasifikuar në të tetën, drejtësinë dhe devotshmërinë e një mujtehidi. Dituria më tepër është dhunti se sa përfitim. E përfiton me lehtësim, jo. Më tepër është dhunti nga anë Allahu xhalesha. Allahu ja jep diturinë atij i cili ka devotshmëri sa më të lartë. Do ta marr shembull, do ta ilustroj që ta kuptojnë edhe opinionin. Ta marrim shembull e Imam Shafiut. E dini rastin, Imam Shafiu kishte memori të madhe. Por një herë pa vetdije, pa dashje, ja pa këmbën apo zogun e një vajze duke hip në automjetet asaj kohe, deve. Pa vetdije, pa dashje. Dhe nuk e kishte atë memorizim. Me atë shikim. Shiko sa ndikon ai harami, pa tjetër.
ashtin apo zogun e këmbës të një vajze. Po, të një vajze, sa ndikon duhet të tregoj sa ndikon harami në dituri, në shkencë. Në qoftë se duhesh të arish në shkenca, duhet të jesh shumë i devotshëm. Çka boni Imam Shafiu? Shkoi u ankua te mësuesi vet Wakia. Shiko çka i tha Wakia. Fjalë shkurt, po hikmetin, urtësinë e madhe ka. El-ilmu nurun. Dituria është dritë. Nurullahi la yu'ti lil 'asi. Dituria e Zotit nuk i jepet mëkatarit. Për atë shkak thash në fillim, se dituria më tepër është dhunti se sa përfitim. Ta jep Allahu, në qoftë se arrish gradat e devotshmërisë, Allahu të jep. E rush syrin nga haramet, e rush veten në total nga haramet, Allahu xhaleshanuhu do ta jep diturinë. Kjo është sa i përket kritereve të mujtehidit. Do të thonë kushti i fundit unë do ta cilësoj edhe i pari dhe i fundit. Po, do të thonë fillon me devotshmërinë dhe mbyllet me devotshmërinë. Sakt. Hoxha nderuar, me që përmendëm fillim. M'fal, nëse mund të para se harova diçka. Jo, s'prish po. Harova diçka pa thënë. Do t'i përmendi disa thënie të imamëve që për fat keq janë keq interpretuar ose keq kuptuar nga disa individ hoxhallar me ideologji të ndryshme dhe me anë të atyre thënieve e argumentojnë mosndjekjen e mëdhëbeve. Se jemi në kategorinë e mujtehidave, edhe kjo ka të bëjë për mujtehidat. Kjo pjesa po. E marrin thënien e Imam Malikut dhe Imam Shafiut. Do t'i citoj. Imam Maliku thot, fjala e çdo njeriu mund të merret ose të kundërshtohet. Përveç atij që është në këtë varr, drejton gishtin ka varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thënia tjetër, dhe do ta komentoj. E Imam Shafiut, nëse gjeni një hadith autentik të sakt që kundërshton fjalën time, thot Imam Shafiu, atëherë hidheni fjalën time pas murit dhe merreni hadithin. Kjo thënie ju dedikohet dietarëve të kalibrit të tyre. Jo neve. Nuk kemi në gjendje. Nuk kemi në atë kategori që ta ulim fjalën e Imam Shafiut Malikut dhe ta marrim hadithin, se ne nuk e kemi nivelin e kuptimit të hadithit si e ka kuptuar Imam Shafiu, si e ka kuptuar Imam Maliku, si e ka kuptuar Imam Ebu Hanifja, si e ka kuptuar Imam Ahmedi. Nuk kemi. Pra shka kja lom atyre ndoar. Një njeri e pyet një hoq, një dietar për një mesele. E në thot, a të ta jap hadithin për këtë mesele, apo të ta jap kuptimin e ati hadithi të Imam Malikut. Si e ka kuptuar Imam Maliku atë hadith. A njeri ka qenë i meqët. Ka thonë, ma jep hadithin me kuptimin e Imam Malikut. Jo vetëm hadithin. Pse? Se ti si në gjendje të ma komentush dhe ta kuptush thellësisht hadithin si e ka kuptuar Imam Maliku. Kjo është sa i përket, do të thonë, këtyre fjalëve se disa i marrin si argument Imam. Po çfarë do të ishte bëu, hoç, i nderuar, nëse çdo njeri do të kishte komentuar hadithet si ka qenë vet? Çfarë do të kishte ndodhur atë? Do ishte krim shkencor që jo rastisht është ndjekje e madhe, patjetër. Edhe mëdhëbet janë mëshirë për njerëzit. Mëdhëbet janë mëshirë dhe janë opsione, ka 4 opsione. Edhe ka mundësi njeriu, ka raste që edhe ndrohet mëdhëbi. Shembull, ta marr një shembull. Në mëdhëbin Shafi, të marr një mesele unë. Në mëdhëbin Shafi, në qoftë se pa marrë parasysh një grua apo burr preken edhe pa vetdije njëri tjetrin, duke qenë me abdes, lëkur më lëkur, preken, prishet abdesi. Kish mëdhëbin Shafi. Shiko çka bëjnë mëdhëbi Shafi kur janë në haç. Se në haç turme madhe. Po. E pamundshme është mos ket prekje. Po. E çka ato e ndrojnë mëdhëbin. Në këtë mesele bëhen Hanefi. Se në mëdhëbin Hanefi prekje qoftë burr me grua që ke grua të shtëpisë normal apo grua të huaj
nuk prishet abdesi, ndërsa medhebin Shafi prishet, mirë po ato e ndrojnë medhebin në këtë mesele, flasim në këtë mesele. Pra shka kështë mëshirë, medhebet janë mëshirë për njësit. Njëtë si bashkimi i namazet e të Hanefit, Pa tjetër. në Arafat, ndrojmë edhe në medhebin, për të paletësuar haqjive. Në Arafat dhe Muzdelife. Dhe Muzdelife, po, për të paletësuar haqjive. Sakt. Kjo është urtësia e medhebeve, është një argument i thjeshtë. Çdo njeri i cili është i mençur thjesht duhet ta logjikojë se çfarë do të ndodhte nëse çdo njeri do ta kuptonte një ditë si ka qejf vetaj, apo një jetë kuranor si ka qejf vetaj. Po ndërkohë për në pyetja e fundit ishte çka është taasubi apo fanatizmi. Taasubi është smundja. Në thamilaçi është e medhubi ndjekja një medhebi. Taasubi dhe la medhebizmi, për këtë edhe mund të bëjmë edhe një podcast në vete, inshallah, për la medhebizmin, mos ndjekja medhebeve. Mund ta bëjmë inshallah, më tutje. Sot do t'i qasemi taasubit me pak fjalë. Taasubi më mire definon Imam Ghazali në veprën e tij madhore Ihya Ulumuddin, prej veprave më madhore, sa që ulemat thujnë në qoftë se i gjithë veprat fetare zhduken për një moment dhe ngelet vetëm vepra Ihya Ulumuddin, do të mjaftonte. Qaq vepër madhore. Më thonë me shku huq krejt veprat fetare dhe të ngele Ihya Ulumuddini, do të mjaftonte. Sa që ka ulema thujnë me lem yaqra al-Ihya faleysa min al-Ahya. Kush nuk e ka lexuar Ihyan, librin, veprën madhore të Imam Ghazalit, nuk është prej të gjallëve, është i vdekët. Çaq vepër madhore. Shiko çka thot për taasubin, si e definon, që ta kemi më qartë. Një njeri që mbron medhebin e tij si të ishte fe më vete. Medhebi vet nuk ka. Krejt tjerët e kanë gabim. Krejt medhebe, 3 shkolla tjera e kanë gabim. Vetëm medhebi ime ka sakt. Edhe medhebin e vet e ngrin në nivel feje. Vazhdon, duke shar imamët tjerë. I ofendon, i nënçmon, i përul gjithë imamët tjerë. Ka braktisur, thot, devotshmëri. Ai s'është për devotshme. Ki a e ngren feje, atë medhebin në nivel feje, që s'është e vërtet dhe është gabimi më i madh që mund të bëhet. Edhe do të marrë edhe shembull të ilustroj se çka është taasubi në jetën e përditshme, për ta kuptuar më thjesht disa mesele. Ka taasub në namaz. Shembull, ne si Hanefi marrim rrugën për numre apo në haç. Imamët e 2 haremeve janë Hanbeli. Shembull të azam. Ne jemi Hanefi. Aq fanatik, aq taasub ka, sa që nuk falet mbas tyre. Kjo është fanatizëm medhebor, që kjo është e qortuar dhe është smundje. Thash më herët, ilaçi i saj është e medhubi, ndjekja një medhebi, ama ndjekje e butë e lehtë, jo ta marr aq egër me fanatizëm. Dhe kemi mesele tjetër, taasubin martes. Ti si Hanefi nuk ja jep vajzën një Malikiut. Nuk ja jep vajzën një Shafiut, martes. Po medhebe janë, shkolla juridike, të gjitha janë të pranuar, të gjitha janë njohsh para Allahu xhaleshanu. Edhe pse ta qartësoj një gjë. E vërteta ta marrim një mesele, shembull, pa marr parasysh çfarë mesele. E vërteta te ajo mesele është një. Nuk mund e vërteta të jetë 4. E pamundshme. Një mendim prej 4 mendimeve është i sakti, i vërteti. Mirë po, ai që e qëllon në ijtihad ka 2 sevape. Ai që nuk e qëllon ka 1 sevap. Në qoftë se Imam Ebu Hanifja ka qëlluar me një mesele, ai ka 2 sevape. Këto 3 medhebe tjera kanë 1 sevap. Edhe një gjë se është një si të them, një thënie apo një rregull, themi në logjik, el mutanaqidan la yajtami'an. Është rregull logjik. 2 të kundërta nuk mund të bashkohen. Se këto të 4 kanë dhënë mendime të kundërta.
S'mund bashkohen, s'mund të jetë e vërtetë. Po. E pamundshme është. Një është e vërteta prej 4 mëdhebe. Mirë po askush s'ja ka huq. Edhe ne që shembull, Imam Ebu Hanifja, se disa e marrin shembull, thot po ka gabu be Imam Ebu Hanifja në këtë çështje. Pse e merr Ebu Hanifën? Sipas mendimit atij. Po. Ai nuk ka nivel fetar, aq të ngritur nivelin e mujtehidit. Thot ka gabuar, merre mendimin e Imam Shafiut apo Imam Malikut. Po edhe në qoftë se ka gabuar. Prapë kemi një sevap. Nuk do të donohen para Allahu xhaleshanu në qoftë se e kemi ndjek Ebu Hanifën, por do të kemi sevap, sepse ijtihadi i gabuar shpërblehet te Allahu me një sevap, ndërsa ijtihadi i qelluar ka 2 sevape. Dhe krejt këtë temën do ta përfundoj me thënien prap të Imam Gazalit, që e kam për zemër Imam Gazalin, e pse i takon medhhabit Shafi, mirë po e kam për zemër. Thot se njeriu që sapo ka hyer në dijet fetare, apo çfarë do lloj dije, është si ai që sapo ka mësuar natin. Nëse futet në oqeanin e teksteve, marrim Kur'anin dhe hadithin, pa mjetet e medhhabit, do të mbytet. E pamundshme është. Se s'kemi aftësi për t'i zbërthy gjitha ato ajete, hadithe, para çka pa mjetin e medhhabit, ne do të mbytemi. Edhe këtu dua që ta përfundoj. Faleminderit edhe një herë për mundësinë. Edhe pse shpesh bëjmë ndesh me argumente me njerëz të ndryshme, unë preferoj një thënie të Imam Shafiut, ku thotë me një ajet i bind apo i munda 40 dietar. Me 40 argumente apo ajete nuk arrin të ta bindi një ignorant. Ndaj ilaçi më i mirë i ignorancës është libri, dia. Patjetër. Dhe ilaçi më i mirë i besimtarëve, edhe jo xhollarëve, edhe i të gjithë besimtarëve të tjerë, të cilët nuk e kanë drejtimin e teologjisë, është medhhebi. Lutim Allahun xhashanu që të na bëj për atyre të cilët i kuptojnë këto argumente. Inshallah ja. Të na bëj për atyre të cilët e duam njëri tjetrin, sepse me të vërtetë këto çështje kanë përçarë shumë besimtarë. Sakt. Dhe është bërë një smundje që fatkeqësisht sot e vret çdo njërin prej nesh. Sakt. Deri dje kemi qenë miq, vëllezër, shok, ka një fetva apo një çështje të cilën nuk kemi pajtuar edhe ka skruar deri në. Për të ruajtur unitetin duhet medhhabet, ndjeket medhhabet. Edhe të respektohet medhhabi i tjetër. Patjetër. Hoxha ndruar Allahu shpërbleft që e keni inshallah temë kaq të rëndësishme. Inshallah do shihemi edhe në podcast tjetër. Patjetër. Të ndruar shikues, ky është podcasti i sotshëm. Sa herë ne bëjmë ndesh me argumente të ndryshme, me çështje të ndryshme islame me njëri tjetrin. Mirë, po nuk do të thotë se ne kemi mendime të ndryshme nga njëri tjetri dhe ta urrejmë dhe të hidhrohemi me njëri tjetrin. Sepse kur muslimanët ishin krah njëri tjetrit, sondonin pjesën më të madhe të botës, studionin tokën e qiejt, astronominë, gjeografinë, matematikën, e shumë shkenca të tjera. Ndërsa sot që besimtarët nuk janë krah njëri tjetrit, fatkeqësisht Islami nuk mund të nxjerrin as nga murët e xhamisë. Dhe krejt kjo vjen si pasojë për çarjes dhe hidhrimit që kanë besimtarët mes tyre. Andaj për çdo gjë të paqartë pyetni, sepse Allahu xhaleshanuhu ka dhënë çdo përgjigje në Kur'an. Edhe thoni si ka dhënë çdo përgjigje në Kur'an. Ajeti kuranor që e ceki Hoxha nderuar është shumë i bukur. Ka dhënë përgjigje edhe për atë i cili punon në furrë të bukës, edhe për atë i cili punon në market, edhe për zejtarin, edhe për tregtarin. Çdo përgjigje ka dhënë. E cila është e përgjigje? Pyetni ata që dinë. Pyetni ata të cilët dinë për çështje të ndryshme. Andaj, kjo është përgjigjja e Kur'anit. Kur'ani nuk ta jep recetin se si bëhet buka, por për ta jep përgjigjen. E cila është përgjigjja? Pyetni ata të cilët dinë. Kur'ani nuk ta jep recetin se si bëhet filan ushqimi apo filan ndërtese, nuk ta jep planin, por ta tregon ku ta gjesh përgjigjen. Ku ta gjesh përgjigjen? Pyetni ata të cilët dinë. Andaj edhe ne kur të jemi në dilemë dhe dyshime, për të shuajtur dyshimet tona dhe për çarjet mes nesh, të pyesim ata që dinë. Deri në podcastin e ardhshëm ju lëm në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.